Ndoshta mund të llogaritet edhe pyetja demode se miqësia virtuale a llogaritet miqësi reale? Por këto 7 vitet e fundit kemi shumë martesa e fejesa që ka ndodhur shkaku i rrjeteve sociale dhe miqeve virtual. E njëri nga këto rrjete është Facebook, i cili filloi të përdorej për herë të parë në vitin 2004. Miliona njerëz në mbar botën vërshuan të bëheshin pjesë e kësaj rrisie teknologjike, edhe pse Facebook nuk ishte rrjeti i parë social në internet që ofronte mundësinë e komunikimit apo të postimit të fotove. Ky program shumë shpejt u bë shumë i vizituar dhe i popularizuar. Në këtë rrjet social mund të njihe dhe të shtojë miq të rinj në llogarinë tënde personale. Ku i dihet, ndoshta shumë prej nesh në vitet e shkuara atë shunin apo vajzën e klasës apo të shkollës asnjëherë nuk patëm rastin t'i flisnim hapur e të bëheshim miq të mirë. Tani këtë mundësi të paktën Facebook na ofronte, ta bënim dikon të shoqe, nëse jo në jetën reale, të paktën në atë virtuale dhe pastaj të vazhdojmë atë shoqëri edhe në jetën reale. Kështu duke dërguar kërkesa për miqësi njerëzve të njohur apo edhe të panjohur, erdhi deri tek mbipopullimi i miqve në Facebook, e që shumë pak miq i njihnim në jetën reale. Po pjesa tjetër, shumë njerëz të largët apo të afërm shumë të largët që ndoshta me ta nuk kemi takuar asnjëherë. Rrjetet sociale përshojnë shumë informacione. Ato u bën një univers në vete, duke u bërë pjesë e atyre institucioneve publike, udhëhecit shtetëror, klubet, grupet, korporatat, bizneset e vogla e të mëdha dhe çdo lloj grupimi dhe individi. E të mos jesh pjesë e këtyre rrjeteve, shpeshherë mund të llogarisim të tjerët edhe si person të paintegruar. Por pjesëmarrje masive në Facebook rezulton me fshirje nga të tjerët, por edhe pjesëmarrja aktive nganjëherë rezulton me fshirje. Ndodh që në Facebook të kemi miq shumë të mirë, por ka edhe nga ata të cilët nuk pushojnë duke postuar statuse nga më të ndryshmet, njoftime që për ty janë të parëndësishme dhe foto se çfarë hanë, çfarë pinë apo çfarë janë duke bërë. Facebook shfrytëzohet edhe për marketing. Për shembull, vedati stupsave nëpërmjet rrjetit social Facebook ka deklaruar se ka një veshje në dispozicion për ta shitur. Apo ndodh edhe ndonjë lajmërim në Facebook për vdekjen e ndonjë personi. Statusi i merr shumë lajka, por në varimin e Rahmetlis shkojnë shumë pak persona, edhe pse kishte gjithsej 2789 shok në Facebook. Personazhi që kemi përzgjedhur për të zhvilluar intervistë në Facebook është Halil Halili, i cili njihet për postimin e statuseve nga më të ndryshmet. Për shembull, në njërin nga postimet ai shprehet kështu: Drejtoresha për kulturë në komunën e Vushtrisë i paskaloi sot rrugët e qytetit me demostos. Paramendo tash me çka e lan banjon ajo vet, me glicerina zotit e di. Ti çik, koke me ta gjet një vend menjëherë, vjera shumë t'kish dasht. Në studion e Blerës të punu në projektin e tij më të ri, ku do ta këndoj refrenin e këngës, i nderuar që do t'jem pjesë e këngës më të re të këngëtarit tim të preferuar. Ka gjaz që jam edhe pjesë e videoklipit ku kam luajtur rolin e atij djalit që ja thën zemrën asaj çikës. Mas intervistës me presidentin e Shqipërisë Bujar Nishani, pa mustaqe. Ma emergjente se zbulimi i planeteve të reja është zbulimi një baterie për smartphone, i cili ta man telefonin gjallë një javë, pa pas nevojë me e mush çdo ditë lume. Lus shkencëtarët që ta lënë anash pak universin e të merren me hallet e njerëzve në tokë.
E në postimin tjetër ai shprehet kështu: "Me më pas thonë ai kush që ki me hangër picë pa mish, e ka me takajt në qafi kisha met." Halili mendon se ka dy lloje njerëzish, ata që janë kastraveca dhe ata që konsumojnë kastraveca. Mu si një shofer pa leje po më duhet çdo shenjë të mundshme të komunikacionit me e respektu. Kjo për mos me ranë sytë policisë. Pas vozitjes një mujore në këtë mënyrë, mund të them me përgjithësi se kufizimi i shpejtësisë 30 deri në 40 dhe 50 km/h po ta shpifke. Para mendojeni çka pash, një femën ke tuj vozit, ju fishlloi 3 femrave tjera që ishin tuj kalu zebrat si Zoja. Ato e këshyrën shtremt edhe si zhdukej i thanë: "E shkege a thift, kishe po fishlloj." E kur është fjalat e parja, Halili shprehet kështu: "Ku ka gzim se me i vesh pantollat e lam e me gjet paren ta. Këtë rast e bën edhe më madhështor fundi i muajit ku 5 euro të dokën si 50. Ai është mjaft aktiv në Facebook dhe na tregon për arsyeën e hapjes së Facebookut. Vjet ish dasht me klan, 2007-2008 dikon, si një iri vizionar në atë kohë, hehe, vizionar. Mora një hap të madh në jetën time, vendosa të hapi llogarinë në Facebook. Po për çka përdor Halili më së shumti Facebookun dhe për cilat të zeza? E përdori për punë, e përdori për pikë të shefit, e përdori me pa kush çka ka bën, kush me këna ka del, kush çka ka shkru, e përdori me lexu lajme, e përdori me kontaktu kolegë e familjar, që si shembull. Kur jemi të shokët dhe shoqet në Facebook, ndodh ta dërgojmë një kërkesë miqësie, të na pranojnë apo të na refuzojnë, ose të bëhemi miq në Facebook dhe pastaj ose i heqim nga shoqëria ose na heqin vet ata, nganjëherë edhe pa dijeninë e njëri tjetrit. Po pse vallë ndodh kjo? Ta prishim miqësi në Facebook? A thu cilat janë ato situata apo rrethana që na shtyn ta bëjmë një veprim të tillë? Që thonë kënaqësia ishte imja, me të mira shihem në të mira e në gëzime kismet. Ky është edhe fundi i bisedës tonë me Halili në Facebook. Shihemi në bisedat e radhës.